ai e kultivon një lloj fetarie formale, kur ai ka prani në jetën e tij, për shembull Kur'ani, por që nuk ka prani në menaxhimin e jetës së tij. Pra është prej atyre lexuesve formal, është prej atyre që Kur'anin ndonë se lexon nuk depërton në zemrën e tij dhe nuk reflekton në veprat e tij. Prandaj me drejt Ibrahim bin Edhemi ka thënë se po e lexoni Kur'anin, por nuk po veproni sipas tij. Leximi vërtet i Kur'anit, siç kanë përmendur dietarët, që nga brezat e sahabëve madje, nuk është leximi i germave të tij, është të vepruarit sipas tij. Allahu ka thënë në Kur'an: "Alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati." Atyre që ne ua kemi dhënë librin, ata e lexojnë atë një mend. Ata e lexojnë me lexim të vërtetë. Ata e lexojnë ashtu siç duhet. Pra, e lexojnë duke e zbatuar në jetën e tyre, duke e përfillur në jetën e tyre, duke vepruar sipas mësimeve, rekomandimeve dhe udhëzimeve të tij. Në Kur'anin famall, neve Allahu te bareke ve teala na ofron këshilla të ndryshme, udhëzime të ndryshme, se si Kur'ani duhet të jeti pranishëm në jetën tonë, pavarësisht se si mund ta shohin të tjerët këtë. Për shembull, ka thënë Allahu: "Ittabi ma uhiya ilayk min rabbik, la ilaha illa hu wa a'rid 'anil mushrikin." Ndiqe dhe pasoj atë që Allahu ta ka shpallë ty. Nuk ka zot tjetër pas Allahut dhe mos qaj kokën se çfarë thonë idhujtarët. Pra, ne jemi të urdhëruar që Kur'anin ta lexojmë, ta zbatojmë në jetën tonë, të jetojmë sipas tij. E pastaj se si na shohin të tjerët, se si na vlerësojnë të tjerët, se çfarë flasin të tjerët për ne, kjo nuk ka asnjë rëndësi. Prandaj muslimani duhet që me veprimet e tij ta kënaqë Allahun te bareke ve teala dhe ta lexojë Kur'anin duke ditur se në fakt fshihen udhëzimet më të mira. Pra, arsyeja pse ne duhet të referohemi Kur'anit për çdo gjë është nga se ai përmban absolutisht udhëzimet më të mira. Ai përmban mësimet më të qarta, më të bukura. Ai përmban mesazhet më të duhura dhe më të qelluara. Allahu ka thënë: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Ndiqeni, lexojeni, zbatojeni Kur'anin, nga se vërtet Kur'ani udhëzon atë që është më e mira. Pra, nuk ka mësim të bukur, të mirë, që na duhet në jetën tonë, e që në Kur'anin fisnik nuk e gjejmë verzionin më të mirë të mundshëm për të. Nga se Kur'ani është fjalë e Allahut te bareke ve teala. Dhe fjala e Allahut është e pakrahasueshme. Fjala e Allahut te bareke ve teala është e pakrahasueshme absolutisht me çfarëdo fjale tjetër.